tash i dan, eksklusivitetin e morëm ne, kështu që vazhdo jepi këto përgjigje në për televizion e tjera. Faleminderit shumë për kohën dhe për gatishmërinë për të qenë pjesë e emisionit. Çdo herë në të mirë të sportit. Faleminderit shumë. Presojmë që janë në të mirë të sportit. Trajner pastaj. Po jo të shpjegoj çita për shembull. Nuk është e antarëve. Bëni gati Taulant Hodajn, regjia. Taulant Hodën, unë Taulant Hodën për shembull mund bash pepesa me vëmendje të pepesa. Unë po them 15 delegat kuvendit kanë qenë prej vitit 2000. Me nënshkrime. Ai që don të konkurroj për kryetar. Po tash është një gabim teknik në statut. Unë edhe në teknik administrativ edhe përmirësohet shumë lehtë. A vështirë është më përmirësuar për shkak antar delegat. Çfarë është një gabim teknik për shkak. Një gabim teknik. Ministria për kërkon, s'e kërkoj unë. Unë besoj që federata me siguri do të shkon edhe çatë gabimin do të përmirëson. Sesion ata kundër as më kërkesës. Po, e kuptoj. Tani, pastaj Lirdon se s'ka folur tani fort. Unë mendoj që te terminologjia antar dhe delegat vetëm që duhet sharomi, mendoj që do të thotë ata antarët normal që pasen antarë për shembull delegat. Jo trajner. Në vetëm, okay, kështu është antar është edhe sekretari i klubit futbollistik Ballkoni, a bie kështu? Ai është antar është klubi. Shumë mirë e shpjegoj. Po klubi. Ai kujtohet. Po klubi ka 2 delegat. A ma lën ta sharoj edhe ku më kuptu, besoj shumë thjesht. Ai profesor, klubit janë delegat. Po. Ju kujtohet ai dëshira e djalit të ish presidentit po Gramuzit me kandidu, ati ju kanë kërku 15 nënshkrime prej antarëve. Kush janë antarë? Antarë janë klubet. Ai nuk ka arrit me i mbledh ato 15 klube. Do me thonë, ndoshta delegatëve ka mujt me i mbledh se mi posë i klubit është delegat në kuvend. Ngëm. Edhe ai ka mujt me marrë veç për dy antarëve. Shumë e thjeshtë. Jo, edhe po them shumë e thjeshtë, kushoni. Po them, dy antar të klubit, siç e kanë Liga e parë, ndërsa Superliga, i ka 2 antar. Çata 2 antar të klubit janë delegat kuvendit. Jo, një antar, klubi është antar. Unë si jam antar. Po them, 2 antar të klubit janë delegat kuvendit, 2 antar të klubit Superligës. Tani shkojnë në ato të tjerë. Por besarum. Kjo delegat që nuk është klub. Po është delegati kuvendit. Pikërisht, po pra. Ato drejt i morën shkrimin e atij delegati e 15 në shkrimin me kandidu. Është e kjo. Unë mendoj lirik që duhet ndali të pisa. Mendoj që këto gjonat ligjore para një kuvendit, besoj që Federata e Futbollit të Kosovës ka arritur me pas njerëz profesionista dhe jurista që me harmonizu bashkë me ministrinë. Edhe normal që ato vrejtjet e vogla që i harmonizojnë para kuvendit, edhe pjesë teknike që janë të mundshme për me ndryshu, edhe besoj do të thotë që ky statut besa dion, do të thotë statuti ka qenë harmonizuar me UEFA dhe FIFA-n. Në kuvendin e fundit që kanë qenë prezent edhe Shotri, ka qenë prezent edhe njerëz të FIFA-s dhe UEFA-s, dhe është harmonizuar. Sa do të ketë ndryshime, mendoj që Ministria ka të drejtë me kërku, Federata me i plotësu ato edhe me vazhdu me kuvend. Mas pakti duhet me kushtu rëndësi kësaj pjese, se ndëgjova Shotrin që i tha pare diçka, po mendoj që na jena para një momentit ma historik se sa më marrë me këtë pjesë. Për mu ma historik është kualifikimi Kosovës së botëror se sa kush bëhet president. Shkurt. A kitë jarë se to shumë të interesën kualifikimi kombëtare se kush është kryetari federatës. Po, ma i malë është kombëtare se kush është president, kuptam. Dhe tash, nuk duhen anë tash në këto momente, duhet me lënë qetë kombëtaren, me lënë qetë momentin e... Kush të përfojt për kombëtare? Jo, dhe gjo. Jo, vespak, të rek, se unë po du të përfundaj. Tane e sës dëryna. Jera në një moment që nuk duhet me ishtu vëmendje dikun tjetër, po du me kontribu ku është diçka pozitive. Se çdo debat i tillë po sjell ndoshta më them mjegulli të kombëtarja jonë që para këtij momentit. Është një moment i cili këto zona teknike besoj kanë më rregullu, kanë më ndreq, edhe ajo që është shumë rëndësi për neve, ato që kërkon Ministria, Federata ka me i plotësu, se s'është diçka që nuk plotësohet, edhe më mojt kuvendi, edhe na me mendu, do të thotë se kena ofër kuvendin,